Luigi Pirandello na paralajmëroi të gjithëve, kur shkroi: "Do të mësosh me një çmim të lartë se në udhëtimin e gjatë të jetës do të takosh shumë maska dhe pak fytyra." Me këto fjalë, ai na kujton një të vërtet të dhimbshme. Do të takojmë shumë njerëz në jetë, por pak prej tyre do të jenë vërtet vetvetja. Shumica mbajnë maska. Maska të mirësjelljes, të interesit, të fallsitetit. Shfaqen ashtu siç duan të duken, jo siç janë në të vërtetë. Dhe ti, pa e kuptuar, mund të ngatërosh një maskë me një fytyrë të sinqertë, por do të vijë një moment, shpesh i dhimbshëm, kur do ta kuptosh: autenticiteti është i rrallë. Mësimi i Pirandellos është i qartë: mos u beso vetëm dukjeve. Vëzhgo, dëgjo dhe mëso të dallosh ata që kanë guximin të tregojnë veten ashtu siç janë, sepse pikërisht ata pak njerëz të vërtet janë ata që bëjnë ndryshimin në një botë plot me maska.